Mirëmëngjes të gjithëve, sot sikurse çdo vit përkujtojmë epopene e ushtrisë çlirimtare të Kosovës, e cila i dedikohet përkujtimit tonë të përbashkët në këtë kohë lirie, për secilin dëshmor, për secilin hero, për secilin martir që ka dhënë jetën për Kosovë, por mbi të gjitha i kushtohet sakrificës, guximit dhe trimërisë së pashoq të treguar nga familja Jashari me 5, 6 dhe 7 mars të vitit 1998 në krye me komandantin legjendar Adem Jashari. Ata luftuan shumë më gjatë, se sa vetëm përgjatë viteve të luftës, duke u shndruar kështu në emblem të ushtrisë çlirimtare të Kosovës dhe njëkohësisht duke i shndruar kullat e Jasharajve në simbol të një kalaje të lirisë, e cila edhe sot e mbron Kosovën, e mbron lirinë, pavarësinë dhe sovranitetin e saj. Nga këtu jo vetëm ne si breza që e përjetuam luftën, por edhe brezat e rinj, edhe fëmijët tanë inspirohen për rrugën përpara, për mbrojtjen e lirisë së arritur me sakrifice me gjak, por mbi të gjitha na përkujtohet secilit se sa i lartë ka qenë çmimi i paguar për lirinë tonë, sepse përveç komandantit legjendar i cili luftoi së bashku me babain e tij Shabanin, vllahun Hamzën dhe me shumë anëtar të familjes, siç e dini shumica dërmuese të rënëve nga familja Jashari ishin gra dhe fëmijë që e bën edhe shumë më të madhe dhe më të shenjtë këtë sakrificë të familjes Jashari. Asnjëherë nuk duhet të harrojmë, asnjëherë nuk duhet të devijojmë nga rruga e shtruar nga kjo sakrificë e heronjve, dëshmorëve e martirëve, dhe gjithnjë kjo rrugë dhe kjo sakrificë do të shërbej për secilin prej nesh si dritë udhërrëfyese në forcimin e Kosovës, e cila çdo ditë po bëhet më e fortë dhe më prosperuese për qytetarët e saj. Lavdit gjithë heronjve të kombit, rënoft ushtria çlirimtare e Kosovës dhe Republika e Kosovës për të cilën ata e dhanë jetën.